Aparatet fotografike më të vjetra në histori. Aparatet fotografike kanë një histori shumë interesante që shtrihet për mbi 200 vjet. Janë një përmbledhje e aparateve më të vjetra në histori. 1. Kamera obskura, shekulli 5 para erës së re, deri në shekullin 11 para erës së re. Nuk është aparat fotografik në kuptimin modern, por paranteza e parë e imazhit optik. Ishte një kuti ose dhomë me vrim të vogël, që projekti imazhin e jashtëm në një sipërfaqe të brendshme. Përdorej nga studiuesit si Aristoteli dhe Alhazen për të studiuar dritën dhe imazhin. Daguerreotype, viti 1839. Aparati i parë fotografik që mund të kapte një imazh të përhershëm, krijuar nga Louis Daguerre në Francë, përdorte pllaka argjendi të trajtuara kimikisht dhe kohë ekspozimi për disa minutash. Ishte shumë i popularizuar në vitet 1840. 3. Kamera obskura portative, shekulli 17 dhe 18. Versionet të vogla të kamera obskura që mund të mbeshin dhe transportoheshin, përdoren për të bërë skica të sakta para se të ekzistonte fotografia moderne. 4. Aparatet me pllaka Celsi, 1850 deri në vitin 1860. Përdornin pllaka Celsi të veshura me argjend për të kapur imazhe më të qarta se daguerreotype. Ishin baza për zhvillimin e fotografisë moderne, të filmave dhe senzorëve. 5. Kodak nr. 1, 1888. Aparati i parë i thjeshtë për përdoruesit e zakonshëm, krijuar nga George Eastman, përdorte film të rrotullueshëm dhe përdoruesit dërgonin të gjitha aparatin për zhvillim. Shprehja e famshme "You press the button, we do the rest" lidhet me këtë aparat. 6. Aparatet me rrotull filmash të shekullit të 20. Aparatet Leica 1925 dhe aparatet Twin Lens Reflex nga Rolleiflex sollën revolucion në portabilitet dhe cilësi imazhi. Këto aparate lejuan fotografët të kapnin momente spontane me shpejtësi dhe lehtësi më të madhe.